Unë gjithmonë flas për 5 gjuhët e dashurisë. Nuk e di nëse ju e keni dëgjuar, është një ndër gjërat më të rëndësishme që një çift duhet të mendojë se si t'i japi dashuri njëri tjetrin në 5 mënyra. Po, na i tregon? Na i tregon na përgatit. Është shumë e rëndësishme. Tani, përpara se të flas për 5 gjuhët e dashurisë, cilat janë? Në radhë të parë dua që t'ju bëj një pyetje ju të dyve, edhe njerëzve që na dëgjojnë. Po, kjo interaktiviteti. Pra, le të themi për shembull, nëse ne të tre do shkon në një udhtim të tre, do shkonim në Kinë. Po. Edhe do shkonim në këtë qytet, edhe njerëzit aty flisnin vetëm gjuhën e tyre, kinezishten. Ne që zdim gjuhën e tyre, do dinim të kuptoheshim, të merreshim vesh? Jo. Jo, s'ke si. Pikërisht, sepse nuk do dinim, ne nuk do dinim të flisnim gjuhën e një kulture tjetër, një vendi tjetër. Shpeshherë, në një marrëdhënie, ekziston një çift që nuk din të flasin gjuhën e dashurisë së njëri tjetrit. Dhe ne shpeshherë kemi gjuhën tonë, se si duam që partneri jon të na flasi në gjuhën e dashurisë. Janë 5. E para janë fjalët afirmuese. Ka njerëz që duke pra një çift që ka partnerët e komunikojnë dashurinë e tyre me anë të fjalëve. Të kam zemër, të kam xhan, të kam shpirt, të dua shumë. Kan fjalët, jam krenar për ty, jam krenare për ty, jam këtu për ty. Ti je me mua, unë jam me ty. Dhe persona mendoj unë me ekstrovert të cilët i shprehin këto. I shprehin, pikërisht. Ka persona të tjerë që nuk i shprehin. Pikërisht, por ne duhet të kuptojmë se kush është gjua jon, se si ne duam që partnerit ne komunikojë, sepse ndonjëherë ndodh që partneri mund ta japi edhe dhurata, po është i mangët në pjesën e komunikimit, sepse ndoshta unë dua gjuhën e komunikimit, atë fjalët afirmuese. Pra dhe partneri duhet të di. Për shembull, jo në rastin konkret. Jepi. Rasti konkret, kur thuhet për shembull që unë nuk i thua unë jam këtu për ty, ose unë pres më të mirën nga ty e kështu me radhë, po i thua për shembull dritë, shpirt, jetë. Fantastike. Është afirmuese. Është fjalë afirmuese. Kjo është gjuha e parë e dashurisë. Gjuha e dytë e dashurisë. Okej, parën e kalova. Si sfidë. Gjuha e dytë e dashurisë është koha cilësore. Koha cilësore. Koha cilësore. Dhe këtu ngecin shumë çifte. Dhe këtu jemi aty, do kthehemi aty ku sapo folëm, te koha cilësore, kur një çift nuk kalon kohë së bashku, dhe këtu e kam fjalën për një kohë cilësore, dhe te koha cilësore nuk ka të bëj vetëm hajde që ndrojmë së bashku në një kafe dhe secili shikoj celularin e vet. Por koha cilësore ka të bëj që ti të hysh në botën e personit tjetër. Ëndrat e veta. Ëndrat kush janë ëndrat e personit e partnerit tënd? Kush janë pritshmërit? Kush janë dështime, ose kush janë shqetësimet, ose kush vizioni, perspektiva, çfarë ka bashkë të dy. Pikërisht, kjo është koha cilësore. Është koha kur ti qëndron, kur ti jep dëgjim aktiv, pra empatin, dëgjimin aktiv. Shikoj, ka një ndryshim midis dëgjimit, pra unë të dëgjoj ty, kur ti të dëgjoj, por dëgjimit dhe dëgjimit aktiv. Dëgjimi aktiv ka të bëj kur personi që është duke folur me ty, dëgjimi aktiv është kur ti ja kthen të njëjtën shprehi që personi ka thënë për t'i treguar personit tjetër që jam duke të dëgjuar. Kjo është dëgjim aktiv. Është edhe body language, kur ti nuk gjuha e trupit, kur ti nuk ri duke par, nuk e di, celularin ose njerëzit e tjerë, edhe body language në moment kur ti flet me dikë tjetër, është aty për ty. Afrohet. Pra përfshihesh, ka atë përfshirjen. Veprat e shërbimit. Veprat e shërbimit, në këtë rast po flasim tani
për çiftet që mund të bashkëjetojnë, që janë të martuar etj. Kur të dy ndihmojnë njëri tjetrin, pra për shembull le të themi, kur gruaja gatuan, edhe burri shkon në teatr. Në fund të darkës, ti marrë ato pjata dhe ti thot gruas, ulu aty, ngridhe këmbët aty tek divani. Ti ke gatuar, unë do lajene ti aty. Ose pritet të që lajene. Nëse normale, me ta trajtojmë si normale mendoj. Shikoj, ne jemi një shoqëri pak që kemi shumë tabu ca gjëra. Ta motivojmë dhe këta që se bëjnë. Po, jemi pak shoqëri patriarkale, ne dhe domosdoshmërisht nikon kjo. Ose për shembull, le të themi, janë ca gjëra shumë praktike, mund detajet bëjnë ndryshimin në një marrëdhënie, nuk është e thënë të bësh një gjë të madhe. Po kur ti shikon gruan tënde ose bashortin tënd që ka një situatë caktuar që është i lodhur fizikisht ose e lodhur, pse ti mos bësh një vepër shërbimi që ti mund t'i tregosh atë dashurinë, për kushtimin, kur ti shikon, pra je empatike edhe me veprimin tënd, jo vetëm me fjalët e tua. Këto janë veprat e shërbimit. Po, katër. Kur e treta kjo. E katërtat janë këtu vim pak tek pjesa fizike, tek prekjet, ledhatimet, përqafimet, puthjet. Kjo është kontakti fizik. Ka shumë njerëz apo po tani nëse është një çift i martuar të puthesh në publik, s'është absolutisht asgjë, është bile s'është shumë bukur që edhe fëmijët, edhe këtu mund të them diçka që kur është një nën, një baba që tregojnë affection, dashuri për njëri tjetrin, me një përqafim, me një edhe me një puthje, fëmijët është shembulli më i bukur që ti mund t'japësh djalit, vajzës tënde, pse jo? Sepse ata do rriten duke parë që shëmbëltyrën e nënës dhe babait dhe ti u jep një shembull pa folur, por gjithashtu duke komunikuar këtë lloj dashurie midis prindërve, fëmia do rritet më i qetë, më me paqe, më me vetbesim tek vetja, sepse e di që po jeton në një shtëpi ku fëmia ndjet që mamë dhe babi ime duan njëri tjetrin, edhe që un jam i mbrojtur. Kjo ishte. Dhe festa! E festa, këtu të ndaloj. E festa dhe fundit, finalja. Këtu të ndaloj. Qa ka? Dhuratat. Këtu futen materialistët në mes. Tani këtu të dhuratat, s'kim qatë bëjmë, janë dhuratat, po shikoj, unë tani do them dhuratat. Dhuratat mund t'jenë dhe shpërtërore. Exactly, atë do e thoja. Nuk ka të bëj vetëm me dhurata materiale. Normalisht, tani ne kemi një shprehje, edhe mbretit i pëlqejnë dhuratat, apo jo? Nëse nuk është e thënë që të kesh edhe një dhurata tjetë me një çmim kostoz, mund të jetë edhe një kartolinë. Dhe një kartolinë. Edhe një kartolinë që të ngrohtë shpirtërisht. Pikërisht, ose më po edhe një, do thua tani ata që po na dëgjojnë mund edhe të qeshin, sepse do thonë kjo bona po i bën gjërat shumë simbolike. Por nuk e rëndësishme është që personi që ti do, normalisht ne kemi nevojë edhe për dhurata të mëdha, do me thënë, shpeshherë unë do doja shumë që të shkoj në udhtim, me që bashorti im të më ajo është dhuratë shpirtërore. Po normalisht ajo krijon kujtime, shumë e bukur. Udhtim ose kemi dhe gjëra që na nevojiten. Why not? Do me thënë janë ca gjëra që patjetër të jemi realist, pse jo? Po një çantë, një palçoce, një fustane, pikërisht pra. Por gjithsesi unë mendoj që është qëllimshmëria. Po bazën e kanë te materia. Po, normalisht. Po është, unë mendoj që dhuratat kur janë të qëllimshme, janë shumë, domethënë normalisht tregon edhe dhurata tregon një mënyrë shprehje dashurie. Po këto të gjitha pesë gjuhët e bukura të dashurisë se mos ndoshta në showbizin ton roz në tregun mediatik toni shqiptar janë pak abuzive, janë pak si shumë mic, edhe tregohen me një mënyrë shumë a mund të them diçka egzageruese. Shumë egzageruar. Shembull në rastin konkret, po patjetër. Është shembull. Unë e di çfarë do thua. Unë kuptoj që ti ndan gëzim me gjithë të tjerë që të ndjekin. Por mënyra ta marrim një shembull. Kemi plot çifte që kanë bërë këto dhurata te makinave të shtrenjta, shkojnë i heqin pjongo dhe kjo patjetër që ndikon tek audienca, ata të rinjtë të cilët janë duke i ndjekur e marrin si mesazh. Prandaj është shumë e rëndësishme që të gjithë brezat të edukohen në vlerën e
tyre, çfarë vlere kanë, kush është uniciteti i tyre, pse, di pse, se në momenti kur ti nuk ke vetë besim tek vetja jote dhe ti shkon në Instagram, shkon në TikTok edhe shikon dikë që në sytë tu i ka të gjitha, që po merr këtë makinë luksoze ose po merr 50.000 lule të kuqe etj, ose nuk e di, një person që është i bukur, një grua e bukur, që ka investuar operacione në fytyrën e vet, që shpesh herë mund të jetë një fasad, por krahasimi vjet gëzimin.